Është prezantuar në Lezhë romani Vule i gazetarit dhe shkrimtarit Marash Mirashi. Ky roman hapet me një rrëfim që nis nga një konflikt i njohur publikisht për përgatësinë e Vule, por që në duart e autorit shndërrohet në një univers satirik ku e vërteta dhe të rrjedhimi shtrirën ndërmjet tyre duke e futur lexuesin në një botë ku absurdi i realitetit merr trajta letrare. Veçantë është në këtë libër semiotika, shenjat që sjellai, mënyrë loja që bën edhe me intermezzo që janë si të ndërkallura në tekst, për të sjellur në vëmendje personazhin edhe me marrëdhënien kryesore. Kjo është një aspekt stilistik i tij, i dallueshëm dhe i pëlqyeshëm për lexuesin. Po prej një viti e këtej, kur ai pati sjell në shtëpinë tonë botuese romanin e tij Brirët, jam një për një çast në Pezullin që shkakton një papritur e fort e gëzueshme. Poeti dhe publicisti prej një vendi të dallueshëm ku tashmë gjen një hierarkinë e poezisë moderne dhe të letrave shqipe bashkëkohore, përmes dy zhanrave të sipërpërmendur na surprizon së fundi me satirën e tij. Alegoria, ironia therse, zua poetike dhe ndërtimi eksperimental e bën romanin e manifest kundër konformizmit dhe hipokrizisë politike. Lexuesi në fund mbetet me pyetjen se sintetizon të gjithë veprën. Në fakt edhe vetë opinioni publik matkohet janë këtë, po themi kryqëzim. Në Republikën e Absurdisë, kush e ka Vulën? Dhe më rëndësishmja, a ka me ndonjë rëndësi se kush e ka këtë Vulë? Pra s'kishte marrë si pikë rëndësie. Në libër, siç u përmend me drejtë, është ndërtuar gazetari, shkrimtari dhe poeti. Në strukturën e tij fillimisht ai duket sikur është një kronik me hyrjet në fillim të çdo paragrafi që shpjegon në një farë mënyrë çfarë do shtjellohet më tej, dhe më pas shkrimtari hyn në lojë me një gjuhë jashtëzakonisht të pasur, me lojën që bën ai me fjalën dhe me personazhet vet. Autori Mirashi e përshkroi Vulën si një reflektim mbi normalitetin e rrem që krijohet kur politika mbërthet pas simboleve ndërsa qytetarët shndërrohen në shikues një skenë të qoroditur. Romani Vula është një groteskë ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne. Pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë realitet, se sa vetë letërsia. Dhe ndoshta duke realizuar këtë libër, unë sjell dhe për lexuesin, në jo thjesht një ngjarje, nuk sjell një kronologji se çfarë ka ndodhur me Vulën, pasi ajo nuk më intereson, por e kam marrë Vulën thjesht për ta përdorur për interesat e mia letrare. Marash Mirashi vjen tek lexuesi pas suksesit me romanin Tjetër Brirët, që u vlerësua me çmimin letrar Atë Gjergjfishte në 2024 dhe fitoi vëmendjen e gjerë të lexuesve.